armiqt e Islamit janë armiqt e Hoxhallarut. Armiqt e Islamit janë armiqt e Hoxhallarut. Para 3-4 ditëve një vajzë më ka shkujt, ka thonë, kam qenë mbuluar me namaz, sikur duhet mi për shkova në xhami dhe më kallëzun se ke hoxha s'po bajnë, ke spethoj ke haki. Wallah, e mlume me namaz. Ta u shteshova me një vajzë e cila kupton, kishte pas konflikt me ato hoxhën kryesor hoxha s'bojnë, pasha Allahun që janë një pia ditë, kam dalë për xhamia, kam mek mbulesën, kur namaz Allahut si kam bos, ka me gjuna pe apo Allahut, muzikën thot e ndëgjoj vetëm ligjerata kur shkojnë në shkollë që tërë, edhe me ta flenë. Amo beso që mu ka erësu dunjoja, mu ka shku menja që të bajnë vetë vrasi. A ka ma armik të Islamit se sa ata që janë armik të Xhallarës? Ka. Po ma tragjike që ka thonë Ibn Asakiri se atin vi vdes zemra, para se me vdek ato. Deri sa Allahu Azza wa Jalla trupat e tyre i ban varreza, zemrës kanë. Asgjë s'dikon. Çka dush foli? Çka dush këshilloj? Beri Abdullah Mesudin, Abdullah ibn Abbasin, sahabët në gjalli përpara. Pejgamberi më apro kot, për shkak se avrashtu zemra, për shkak se ata nuk e kanë ditë vlerën e atyre që i kanë prediku fejën Allahu Azza wa Jalla. Me pas në koncert dhe banket, a këshmi konë që ka që kallaballuk? Po paramendoj. Një loj e futbolit në katun e gjithë. Katunarët e luj. Pa në vlerësim. Do të që analfabetët biletën e pagun edhe rënzën vinda. Ndërsa xhamit dhe shtëpit Allahut në poshadis, për shkak se i dim kej, e dim fejnë Allahut. Jo, po për shkak se fejnë Allahut s'ka vlerë në zemër. Ose rajnë kërkan. Ti mungon. Ose, runa Zot, Allahu Azza wa Jall s'ka desht Allahu që fjala e ti të ndëgjohet e ti. Edhe kjo është për buzje. Allahu Azza wa Jall, nëse nuk të benë në ders, me ngu, dije se Allahu Azza wa Jall s'ka desht ti mu konë prezent me ndëgju fjallën Allah. Kjo është ajo me mjerushma, hidrimi ma i madhi Allahu që i bon dhe i kujtë. Për këtë arsye, pejgamberët Allahut kur janë 3 njerëz, njëri prej atyre shkoi, tha basha, kia kthej shpinën fjalëve të Allahut, Allahu ja ka kthej shpinën me rahmetin e tij ndaj tij. S'ka rahmet ndaj tij.